Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, Zoti i gjithësisë e solli muajin e bekat Ramazanit si mundësi e artë për çdo besimtar për shtuar punë të mira. Por njëkohësisht në 10 metëshin e fundit të Ramazanit, çdo besimtar duhet marrë trofen e tij. Një shpërblim shumë të madh, nata e Kadrit, nata e përsaktimit, nata e nderimit, nata e shpalljes Kuranit, nata e ndryshimit gjithë njerëzimit. Pikërisht kjo natë është trofeja e çdo besimtarit dhe lufton shumë për ta marrë. Pejgamberi selam në 10 metëshin e fundit porosiste familjen e tij për qëndruar i i'tikaf në xhami, për të adhuruar më shumë Zotin e gjithësisë, sepse vlera e kësaj nate është më e mirë se 1000 muaj, sepse vlera e kësaj nate është më e mirë se gjithë jeta e besimtarit. Zoti i gjithësisë shpall një sure në Kur'an me emrin Qadr, surja kaptina e Kadrit, kaptina e përsaktimit. Allah ma nushëm përmend dhe thot, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbritur atë në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. Dhe çfarë din ti për natën e Kadrit? Lejletul qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Sepse në të zbritur Kurani, si ku e fillon në fillim në ajetit kuranor. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Nat zbret ruhi, zbret Xhibrili alayhis salam, bashkë me melajket, bashkë me bereqetin dhe mëshirën e Zotit gjithësisë. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Është natë e paqshme derisa të vijë agimi. Pra natë shpallet çdo përcaktim për vitin e ardhshëm, çdo çështje për vitin e ardhshëm. Atë natë është e bereqetshme, zbresin shumë melajke. Atë natë ka mëshirë, ka rahmet. Nata më e mirë se 1000 muaj, sepse Zoti i gjithësisë shpalli Kur'anin. Pejgamberi alayhis salam thot, në shumë hadithe përmend dhe thot, kujtojeni ose gjejeni natën e Kadrit në 10 net të fundit të Ramazanit, në 10 net tek të Ramazanit, në natën e 27 Ramazanit. Pra ka shumë hadithe që flasin për ta gjetur natën e Kadrit, por nuk është një natë e përcaktuar, është e fshehtë që çdo kush prej nesh, unë dhe ti, të përpjekemi shumë për të arritur këtë natë. O Zot, na bëj të mundur të arrijmë natën e Kadrit, për të marrë këtë trofe të madhe nga Zoti i gjithësisë. Na bëj të mundur që realisht të arrijmë këtë natë me dua të mëdha. Dhe një nga duat që ka përmend pejgamberi alayhis salam thot, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Kjo është dua madhështore që përmendet pikërisht në natën e Kadrit. Zoti na bëj prej atyre njerëzve që të arrijmë shpërblimin e kësaj nate, dhe na falë gjithë gjunat tona. O Zot, pranoje adhurimin tonë.